Miqtë e mi, shikojeni se çfarë do t'u tregoj këtë radhë si një formë sensibilizimi apo si një formë shembulli që të gjithë duhet ta kemi zili dhe të gjithë duhet ta mbështesim. Madje do të kisha shumë dëshirë, do të isha i mendimit që kushdo që e kap të material, të video material, do të ishte mirë ta shpërndanim si një shembull që kemi shumë nevojë në kohën që po jetojmë. Shikoni se ç'do t'u tregoj, të kthej kamerën në krahun tjetër. Jemi këtu, unë jam për 100 herë apo 1000 herë, në mes të xhunglës së Divjakës, të parku Divjaka Ravasta. Kur them në mes, me të vërtet jemi në mes të pyllit, në një vend ku quhet kanali i Kularit apo emisari verior i parkut, edhe një peshkatar, një qytetar nga Divjaka, në një vend peshkimi që e ka krijuar prej vitesh, prej shumë vitesh, që vjen peshkon në mënyrë tradicionale. Shikojeni. Ka krijuar një ambient sikur është në mes qytetit. Shikojeni. Ka mbjellur këto lloj lulesh nacis, përveç asaj ka punuar edhe me kazën, i ka parashitur një rresht me zambaki do të çelën nga moment në moment. Ka mbjell trëndafila, ja edhe trëndafili. Unë i promovoj çdo vit në periudha të ndryshme, po shikojeni këta zambak të kuq, e kështu me radhë ka mbjell edhe lofata apo lajthata, si mund ta njihni ju në zonat tuaja. Kështu sa bukur e ka thurur me kujdes, ku është një vend shlodhësh për shoqërinë e këtij qytetari nga Divjaka, ku vjen bashkë me shok, edhe kalojnë një ditë pushimi, një ditë relaksi, ku ka krijuar një kasole tradicionale, ku mund të vinë edhe shoqëria e tij, ku të kalojnë një ditë për kënaqësinë e tyre. Shikojeni sa bukur. Por nuk është ky qëllimi. Qëllimi i kësaj video është sa pastër e mbajnë. Shikojeni sa pastër. Gjithë ky territor në mënyrë të shkëlqyer. Kudo që ta kthej kamerën, është një pastërti ekstreme. Përveç kësaj pastërtie, një rregull, një sistemim, sikur jemi në një projekt turistik të jashtëzakonshëm. Pra nuk ka nevojë për luks, nuk ka nevojë për investime mega. Ka nevojë për dëshirë, ka nevojë për ndërgjegje, për mendje të thellët, edhe gjithçka bëhet. Imagjinoni se si mund ta ketë ai shtëpinë e vet ky qytetar apo vendin e punës. Konkluzionin nxjerrni vet. Po do të kisha shumë dëshirë që kjo video, për cilin do që e kap apo arrin ta dëgjoj deri në fund, do të ishte mirë që të merrte shpërndarje, ku njerëz të sensibilizoheshin dhe të mbanin pastër ambjentet e tyre, qoftë në pallate, në qytete apo edhe në fshatra. Është një pjesë që po e vuajmë mbar kombëtare, ndotjen e ambjenteve. Pra jemi në mes të xhunglës, jemi në mes të parkut Divjaka Ravasta dhe kemi këtë lloj ambjenti. Ju përshëndes të dashur.